Ndonjëherë kam përshtypjen se shumë prej nesh kujtojnë se dorojnë 700 vjetë. Shoh njerëz që vrapojnë të marrin, glumbullojnë, vjedhin e abuzojnë, ndërtojnë pasuri mbi pasuri, por nuk pasurojnë jetën e tyre dhe të askujt tjetër. Ndoshta mendojnë se paraja do t'i bëj të pavdekshëm. Kemi një shprehje ne që asgjë nuk marri me vete, në fund të gjithë 2 metra vënd zemë. Por pse më duket se askush nuk e ka dëgjuar. A ju do thoni që kanë njerëz që kanë piramida, apo mauzoleume, apo varre me kupola, me statuja. Por ato janë për të gënjur të gjallët, sepse ai poshtë vetëm 2 metra tokë ka. Edhe nëse e vesh varrin me ar, ti poshtë je njësoj si të gjithë. Sa njerëz ka të kapur pas pengjeve të së djeshmes, se mbushin shpirtin me mërzije, me maraz, se ky, se ajo, si e bërë atë gabim. Jetojnë vetëm në të djeshmen, e një pjesë tjetër jeton vetëm duke bërë plane për nesër, për pas një muaj, për pas 10 vjetësh. Se kur të vi vera, se kur të martohet djali, se kur të ndedh lekët, jetojnë në të ardhmen. E të gjithë këta humbin momentin më të rëndësishëm, atë që ndodh sot, këtu, tani. E vetë mja kohë që ka rëndësi. Pastaj, shoh njerëz që u duket vetja shumë të rëndësishëm se kanë në dorë jetën e dikujt, rrogën e dikujt, dhe kjo i bën të ndihen të gjithë pushtetshëm, se u duket se ata janë në maj, e tjerët janë poshtë. Edhe mendojnë se bota rrotullohet rreth tyre. Se ne ankohemi kaq shumë, dakord, shpesh herë edhe me drejt, por harrojmë falenderojmë për gjërat e thjeshta. A nuk mjafton kaq për të qenë falendërues që në mëngjes kur hap syt, nuk je as brenda një qelie burgu, as brenda një dhomë spitali. Por jo, ne jemi shumë zënë duke u ankuar për trafikun, për qeverinë, për motin. E harrojmë se ky falënderim nis këtu. Se nëse ke një baba që të merr në telefon, ti je i bekuar. Nëse ke një nën, një mama që të merr në telefon, je i bekuar. E nëse ke vëllezër e motra që të shkruajnë budalliqe në telefon, prap je i bekuar. Nëse ke shok apo miq që të marrin dhe të pyesin si je. Nëse ke dikë që lutet për ty, je i bekuar. Nëse ke dikë që të thotë më bëj telefon kur të arrish në shtëpi, je i bekuar, je shumë i bekuar, sepse një ditë secili prej tyre s'do jetë më aty. A e harrojmë se dikë që mund të takojmë sot, mund t'jetë hera e fundit që e shohim, ose me dikë që telefonohemi sot, mund t'jetë hera e fundit që i dëgjojmë zërin. Jeta është e padrejtë, por ne harrojmë. Harrojmë se sa të përkohshëm jemi. Dhe harrojmë sa falenderues duhet jemi për të sotmen, sepse çdo ditë e re është një bekim. Ndaj niseni ditën me një falenderim dhe mbylleni me një lutje.